Po, Fiorel. Doktor, është urgjent. Pacienti ka humbur kontrollin e trupit. Është paralizuar. Qetësohu, mos shko direkt i prekësh pjesën e nervave, sidomos gjilpërat në pjesën e qafës, dakor? Po, doktor, ai nuk lëviz. Nuk flet dot. Fiorel, mbushu me frymë, sepse me këtë mënyrë nuk e ndihmojmë dot pacientin. Nuk po bëjmë transplant zemre, po bëjmë masazh akupunkture. Tani, me shumë kujdes, hiq gjilpërat nga zona e qafës, ato me depërtim të thellë, dhe shiko gjendjen, monitoroja. Po, doktor. Shkoj nga përpara, të lutem, shiko pjesën e fytyrës, tregon shenja paralize, si i ka ti para, di ka simetrike? Nuk shoh shenjat paralizës. Kjo ndryshon çdo gjë. Filloj me një masazh në pikat meridiane të këmbët dhe duart, shumë, nuk mund ta stresojmë mjaftueshëm, shumë bull. Po, do përpiqem, doktor. Dgjoj, lajmëro dhe specialisten tjetër, unë nuk vonoj shumë, do mundohem të jem aty për 10 minuta. Dakor, pa kurajo. Erdha. Lajmëroj urgjent. Qa pa përgjithshmërie. Kush e ka lënë makinën këtu? Çfarë vendi jetojmë? Ju lutem, kontrolloni numrin që Hava më kaj. Zotri, hajde hiqe pak makinën, të lutem, se kemi urgjente. Të lutem, hajde hiq pak makinën. Shpejt. Zotri, jam doktor, nuk është çështje njëshi, jam doktor, duhet lëviz shpejt, të lutem. Ja, duro, për 15 minuta jam aty, po di. Një ngjarje pa precedent është regjistruar ditën e sotme në kryeqytet, ku një pacient ka humbur jetën si pasojë e një ndërhyrje të gabuar gjatë një seance akupunkture. Ngjarja ka ndodhur në klinikën private të akupunkturistit Viktor Kodra. Sipas burimeve nga grupi hetimor, dyshohet se gjatë procedurës, mjeku ka ndërhyrë në një prej pikave të... You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?